Të nderuar shikuesi u adhurues të basketbollit, Xhiron e 21 do ta mbyllin me El Klassikon e basketbollit kosovar ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Trepçës direkt nga Pallati i Rinisë dhe Sporteve këtu në Prishtinë, ku paraprakisht do zhvillua dhe dueli ndërmjet Borrës dhe Bashkimit. Bailey dhe Jones për topin e parë, i cili shkon në duart e Kenny Hasbrook. Bukur ai top tek Sean Jones, të vizje e mirë e tij, realizon aksion ka Kruki, afër tij Sean Jones arrin të realizon. Hasbrook e vjedha top për Sinani, nisën në kundërsojmë Clarence, realizon dhe ndalet edhe me faul. Pa presionin nga Alex Lomax, Gjekovi Payne e vjedh. Amzil gjuan për 3 pik, Mustafa Amzil realizon treshe. Lomax dhe gjuan vetë nga gjysmë distanca realizon. Ka presionin e Clarence. Hasbrook gjuan nga një pozitë vështirë arrin të realizon. Për të debërtuar e gjena të dhe realizon Elijah Clarence. Ka presionin e Hasbrook. Elijah Clarence nga një pozitë vështirë. Presion edhe njeri Lomax. Kundërsulm realizon 19-9, super të motivuar janë Prishtinasit. Henry deri në fund, kryeqytetasve nuk arrin të realizojnë në anën tjetër, drillon Ajrizi, nuk mendohet fare. Max Clarence, bukur tek Gjosaj, realizon Diana Gjosaj. Te Prishtina është në eversiv, shohim debërtimin e Alex Lomax, njeri sakt. Bailey. Deri në fund, Adrio Bailey e shfrytëzon atë mismatch me Winning. Mbrojtje e mire, Lomax kundërsulm i Sigal Prishtinës shënin goditjen e Elijah Clarence. Gjithë një bukuraj top tek Valmir Kakruki. Tek Gjekovi Payne e këthan tek Hasbrook. Dhe gjuan për 3 pik Kenny Hasbrook. Del në skin nga Valmir Kakruki që del jashtë. Gjekovi Payne realizon për 3 pik. Tret Kakrukin për 3 pik. Top i vjedhur i Mitrovicasve, ndezin tashmë turbinat. Mustafa Amzil shkon deri në fund, realizon. E kthen tek Mikajlet Mushic. Tjetër top i vjedhur dhe mbrojtje e mirë e Trepçës. Mikajlet Mushic debërton dhe realizon. Mikajlet Mushic pavarësisht disavantazhit prej 13 pikëve. Tashmë në epërsia do kemi përgjigje nga Bailey. Por e humb i vëmendshëm Gjekovi Payne, Jones, Mushic realizon. 3 lojtarë afër tij e kthen tek Batentuna. Gjekovi Payne do të gjuan për 3 pikë, çfarë treshe Gjekovi Payne. Tashmë krijohet edhe epërsia më e thellë, Trepçës sonte, vetëm +2 ishte. 39-43. Lomax bukur shkon vetë deri në fund, realizon edhe njerë Alex Lomax. Rezultatin shkuan në pushim edhe me epërsi, vjen debërtimi me njeri Alex Lomax. Amzil tek Jones në kosh, nuk qëllon, por e pat vetën e përmirëson me njerë. Shohim nëse përgjithësi vjen tashmë trisha e Clarence. Tjetër top i vjedhur Clarence, kësaj radhe nuk ka bën. E vjedh veta top, nisë shpejt në kundërsulm këti derbit. Lomax tek Altin Morina i lirë do të gjuan për trishe. Presion tashmë dhe top i vjedhur Mustafa Amzil, bukur shkon vetë deri në fund, gjithë shka baraz. Bailey do të tenton për trishe, Adrio Bailey. Dan topin tek Winning.
Henry në sekundën e fundit të aksionit. Drilion Hajrizi e mban brendësinë e tubit tek skuadra e Tripshit. Sek Henry gjuan për 3. Vjen trisha e Henryt. Lomax e ka presionin e Winning, mes dhe atë menaxhon mirë. Dalet në gjysmë distancë. A marrë tubin Bailey. Altin Morina realizon për 3 pikë. Në pjesën e parë për të përgjigjur del në skin. Drilion Hajrizi e shojmë edhe njerë. Lomax. Altin Morina nga një largësi e madhe realizon edhe një herë. Tjetër treshe e Altin Morinës. Anën tjetër, Altin Morina tenton për 3, por nuk ka problem. Edhe pse huq, aty është Adrio Bailey. 18 pikë nga Elijah Clarence. Nuk shkon ky pasim, por Valmir Kakruki bukur e merr ato me këta tek Bailey. Sekondat e fundit të aksionit gjithë vetë shkon tyri në fund. Dhe pse jo? Bukur në anën tjetër i lirë. Adrio Bailey. Winning. Do të tenton për tresha. Akili Winning realizon për 3. Winning, një tjetër, treshe e ti vjen. Kenny Esbrook. 2 lojtarë me njerë paratim. Mikaile Tmushic realizon për 3 pikë. Bukur, asistim, jo pasim. Të ndërruar shikues. Akili Winning. Do të gjuan për 3 pikë, realizon Akili Winning. Apo do të kemi vazhdime. Akili Winning për ta fituar ndeshjen, nuk arrin ta bën. E bën këtë Sean Jones. Përfundon ndeshja, të nderuar shikues. Çka bëri Tripça në kryeqytet? Kampionët në stil të kampionëve.